Një tjetër tender i dyshim të dhënë nga një institucion lokal po ngjall reagime. Bëhet fjalë për një kontratë me vlerë rreth 800 milion lekë të vjetra me TVSH, dhënë nga Bashkia Cerik për rekonstruksion rrugësh. Sipas dokumentacionit të siguruar nga redaksia jon, fituesi i tenderit është shpallur Bashkimi i Operatorëve Ensal SPK në pronësi të Santiliano Hoxhës dhe Aleco Impex Construction në pronësi të Arbër Abazit, nipi të ish deputetit socialist Sadri Abazi. Tendri mban këtë numër reference dhe është zhvilluar me procedurë të hapur. Fondi limiti përcaktuar nga Bashkia Cerik ishte 69.269.000 lekë të reja pa TVSH. Oferta fituese ishte 66.165.000 lekë të reja pa TVSH, vetëm pak më ulët se fondi limit, duke ngritur pikpyetje për konkurrencën reale në këtë procedurë. Më shqetësues është fakti se sipas dokumentave të tenderit, në garë morën pjesë 5 kompani, 3 prej të cilave ofruan vlera ndjeshëm më të ulta se sa fituesi. Megjithatë, oferta e bashkimit ku përfshihet kompania e Arbër Abazit është shpallur fituese, pa argumente publike bindëse mbi përzgjedhjen. Arbër Abazi është tashmë një emër i njohur në rrjetin e përfituesve të tenderave publik. Vetëm në vitin e fundit, ai ka fituar një numër të konsiderueshëm tenderash nga institucione të ndryshme shtetërore, duke u kthyer në një nga përfituesit më të mëdhenj të parave publike, përmes kompanisë të tij Aleco Impex Construction. Ky tender i fundit në Cerik nuk bën përjashtime dhe ngre dyshime për favorizim dhe mungesë transparencë në përdorimin e fondeve të taksa paguesve. Megjithëse procedura është klasifikuar e hapur, duket se rezultati ka qenë shumë i parashikueshëm.